Në emisionin Debat në Shenja, mbrëmu diskutua për ndryshimet e propozuara në 3 ligje që prekin arsimin e lartë në vend: ligjin për arsimin e lartë, ligjin për cilësi dhe ligjin për shkencë. Prorektori i Universitetit Nana Tereza, Bunjamin Bela, tha se ndryshimet në arsimin e lartë janë të mirëseardhur me qëllim përmirësimin e cilësisë, por se këto ndryshime duhet të jenë në përputhje me të gjithë aktorët, të cilët e përbëjnë arsimin e lartë. Jemi dëshmitar të gjithë procesit që nga fillimi deri më tani, se përfaqësimi ose kërkesat, sugjerimet e profesoratit në lidhje me propozim ligjin nuk kanë qenë të përfaqësuara denjësisht, posaçërisht po flas për universitetet shtetërore shqiptare, të cilat as sa kam ndjeni në koordinim me profesorët e universiteteve tjera. Nuk është se në këtë propozim ligj kanë qenë të konsultuara në mënyrë të dinjitetshme në aspektin profesional të përpilimit të këtij ligji. Ndërkaq, profesor universitar nga Universiteti i Tetovës, Bashkim Selmani, thotë se nuk mund të sillet një ligj pa praninë e universiteteve apo pa përfaqësues të tyre dhe vlerëson se ligji për arsim të lartë brenda vetes ka hile dhe se nuk mund të sillet një ligj pozitiv kur qëllimet janë negative. Se ky ligj që brenda vetes përmban një lloj populli thot hile. Dhe ligji nuk mund të jetë ose nuk mund të ketë qëndrim negativ nëse ka reagime. Pra reagimet janë shumë të argumentuara. Universiteti i Tetovës bëri vlerësimet profesionale mbi projekt ligjin për arsimin e lartë, gjitha këto që kanë kaluar edhe në Senat. Ne i kemi të gjitha vlerësimet tona duke filluar nga autonomia, ushtrimi i veprimtarisë, institucioneve, mënyra e qasjes, përfitime që do të sjellë ligji, por edhe ngulfaqen. Në këtë rast, ky ligj, pra ligj vansi, e ka synimi negativ. Nuk mund të keni synime negative dhe të sjellni ligje pozitive. Nga ana tjetër, këshilltari i rektorit të IBUS, Betem Ahmeti, tha se ata si universitet jo që nuk kanë qenë të konsultuar nga ana e Ministreshës së Arsimit për ligjin për arsim të lartë, por se as që nuk janë përfshirë në debat. Ne që nga fillimi jo që nuk jemi konsultuar nga ana e Ministreshës, po as nuk kemi qenë të përfshirë në debat, zate si gjithë universitetet tjera, po ka këtu edhe një gabim në hapa nga ana e Ministreshës për shkak se debatat u hapën post festum. Pasi u publikua propozim ligji në regjistrin ose në regjistrin e akteve, atëherë filluan debatat, që në vetvete është në kundërshtim me metodologjinë e qeverisë për sjelljen e ligjeve. Tutje, ai thotë se nuk ka ndonjë universitet, qoftë privat apo publik, i cili i trembet kualitetit, sepse siç tha ai, të gjithë tentojnë që ta arrisin kualitetin, për shkak se me këtë i bëjnë mirë edhe vetvetes edhe shoqërisë.